Ernest Muçi është rikthyer si protagonist në Beşiktashi. Këto të fundit përrezuan 1 milion në transfer të Alanyasporit dhe goli i barazimit u asistua pikërisht nga sulmuesi shqiptar. Sulmuesi kuqezi dha pasimin e duhur për Rafa Silva në minutën e 71 kur i fundit ndau festën me Muçin. Solskjaer e preferoi me fillimin e pjesës së dytë Ernest Muçin. Sulmuesi shqiptar sapo është rikuperuar plotësisht nga dëmtimi dhe e pati rikthimin e tij në fushë. Në kampionat ka luajtur 25 ndeshje gjatë këtij edicioni, 4 gola dhe 3 asist numëron për fanellën e Beşiktaşit, ish sulmuesi i Tiranës.